Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Hamdi, adhurimi është për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Paqeja dhe bekimet e Allahut qofshin për të, familjen e tij, shokët e tij, ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vllazni, fillimisht e falenderojmë Hoxhën Azem, i cili na ka tubu në këtë ditë fundit të festës Bajramit Kurbanit. Kulus Allahun xhallashan ta shpërblej këtë dhe t'ju shpërblej të gjithëve që ju keni përgjigj ftesës dhe jeni të bukur këtë. Është nder, respekt të bohemi me hoxhallar, të cilët kanë kontribuar dhe vazhdojnë me kontribuar për sqarimin e të vërtetës, për hapjen e sunetit në vendin tonë dhe jashtë vendit tonë, gjithashtu vllazni të cilët kanë qëndruar dhe vazhdojnë me qëndru hoxhallarëve të sunetit në vendin tonë. Zoti ju shpërblej të gjithëve këtë dynja dhe në botën tjetër. Azemi kërkoj që ta përgatiti një fjalim të shkurtër për këtë tubim që tjetë sa më i dobishëm. Ajo që kum pas dëshirë me fol këtë nej, është fjala e Zotit xhallashanuhu në surën Shura 49, ku thot Allah xhallashanuhu: Lillahi mulku s-samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. I Allahut është pushteti mbi qiejt dhe tokën. Ai krijon çfarë të doj, ai dhuron vajza kujt e doj, e djem kujt e doj. Allahu xhallashanuhu kur i rendit gjërat, gjithmonë i përmend ato që janë më të vlefshme. Të fëmijët ka fillu me përmendjen e vajzave. Kujt e don Allahu i jep vajza, pastaj thon kujt e don i jep djem. E ka këtë ajet qëllimisht që ata prind që i kanë dhëruar Zoti me pas vajza, me e ditë që Allahu i ka dhëru dhe ja ka dhuru llojin më të mirë nga fëmijë. Imam Ahmedin, kur i kanë thonë që filani i ka lind një vajzë, ka thonë beshir, përgëzoje, dhe thuaj që pejgamberët janë prindrit e vajzave. Modeli ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjeneza ati në 4 anë të botës është me vajzën e tij Fatimen radhiyallahu anha. Vajza profetit, bashortja e njerit nga Khulefar Rashidin Aliut radhiyallahu anhu, njerit nga 10 el mubeshirin përgëzuar me xhennet, po shkon te baba i vet, te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ngjarja e saj, kërkesa e saj, tregon jetën modeste që ka pasur bija e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vllazni, në kohën kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Medinë, në aspektin fetar ka qenë profet. Në aspektin administrativ ka qenë kryetar, ka qenë mbret, ka qenë pushtetar. Ka qenë kryeministër, ka qenë ministër i gjitha ministrive. I ka pas të mirat e dynjes dhe të mirat e muslimanëve në duart e tij. Çdo sen që ka qenë e dobishme në çështjet e dynjas ka kalu pranë tij dhe nuk është bërë asgjë pa ndarjen e tij. Kjo vajzë e këtij profeti, vulës pejgamberëve, bija e vetme që Zoti i ka fal fëmijë dhe vazhdojnë gjeneza ti deri në ditët e sodit, po shkon te baba i saj, e ka një kërkesë. Kur shkon te shtëpia, pasi ndëgjon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë ardhur disa të mira të dynjas dhe prej atyre të mirave i kanë ardhur disa shërbëtor dhe shkon bija te baba me i kërku babes, me ndihmu me një shërbëtor në punët e shtëpisë për shkak se dora e saj ju ka lëndu në mullirin e shtëpisë duke e bluar drithin për ta bërë mill, për ta bërë buk, për ta gatuar
për t'ia kthy burrit saj nipat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e gjan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, po i thot nanës besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, unë për këtë çështje kam ardhur. Kur vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç ka qenë traditë e tina, kur është kthy në shtëpi ka pyet: a ka ndodhur diçka? A ka qenë dikush? Dhe Aisha radhiyallahu anha i tregon se ishte këtu vajza jote, Fatimia radhiyallahu anha, dhe kërkoi nga ti këtë çështje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga kujdesi që ka pas për gjithë njerëzimin, tregon edhe kujdesin e veçantë që ka pas për vajzën e tij. I përgjigjes nevojës saj dhe shkon te shtëpia e saj. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me të drejtë ka thonë, me të mirët për juve janë ata të cilët sjellen mirë me familjarët e tyre. Edhe unë thët, jem me i miri nga ju që sjellem mirë me familjen time. Dhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ata kanë qenë pas namazit yatsis, janë rapër me fjetë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbulon këmbët e tij me atë mbulojtë asaj kohe që i kanë pas. Dhe thonë e kemi vrejt ftohtësinë e këmbët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot mos ngriti, ala makanikuma, qëndroni aty ku jeni. Dhe i thot vajzës së tij: a dëshiron ty dhe dhondrit vet Aliut radhiyallahu anhu që t'ju mësoj diçka që është më e mirë për juve dyve se sa të keni shërptor në familjen e juve. Dhe i tregon se kur doni me fjetë, thuni 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah dhe 34 herë Allahu akbar. Ai person i cili vazhdon me e bo këtë dhikër para se me fjetë, edhe në qoftë se bjen në orët e vona, do të ngritet me një energji, ashtu që thot Ibn al-Qayyimi, dhe thot ajo energji e ka marrë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah për arsye që nuk e kalon dhikrin kurr dhe ka qenë gjithmonë i shëndetshëm në jetën e tina, si në qoftë me ibadet, qoftë me punë të tjera. Mirë po, du më nalë më kthy, jo vetëm të dhikri, po du më kthy ç'është ka mundësi një vajzë e një profeti, një udhëhesi, një administratori, një pushtetari të madh të asaj kohe, që i ka pas pasurit e muslimanëve në dorën e tij dhe plashkat e luftës nga jo muslimanët, dhe vajza e tij me jetun këtë modesti, që në kohën e sodit nuk gjendet kjo modesti as të fukaret më të mëdhenj në vendin tonë. Për arsye se sot edhe fukareja, shumicën e rasteve shkon e blen bukën e gatshme dhe pritojnë me gatu. E Fatimia radhiyallahu anha, leçe nuk e ka pas millin, po o dash me e blu me dorën e vet. Do shta për neve ka qenë e pamundshme me kuptu si kanë qenë mullit në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po me hapin e rrjeteve sociale, shumë vende muslimane ende sot i kanë ata mulli nga gur, të cilat i sjellin me dorën e tyre dhe mes gurve e kanë një vrim dhe e lëshojnë qoftë grurin, qoftë drithin, qoftë elbin dhe e bojnë mill ditor, jo 2 kg, jo 3 gram, mi po çdo ditë që me qenë milli samatazë se nuk i kanë ato mjetet për me erujt që shkejnë mundësinë e mirujt me ditë apo me mujtë të tëra. Vajza Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po jeton këtë jetë. Atëherë, e këshilloj çdo prind që janë këtu dhe të cilët do të ndëgjojnë këto fjalë, në qofshin vendet tona apo jashtë. Vllazni, para 7 viteve ku jam kthy në Kosovë, prej çështjeve të shumta që i kum vrejt, ajo që më ka bërë përshtypje që 7 vite është vonimi i martesës të vllaznia selefi, në qoftë tek djemt dhe qoftë te vajzat e selefive. Ne kem dëshirë me pas dhëndër Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, Umerin radhiyallahu anhu, Uthmanin radhiyallahu anhu, Aliun radhiyallahu anhu, mirë po ata kanë vdekë. Jemi gjenerata e disat pas vdekjes sahabëve. Jemi pasimtar e ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sakt që transmeton Ebi Davudi, Tirmidhiu dhe të tjerët,
ka kallëzu kushte për djalin që duhet mu martu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka randu as të një djalë për me kthy jo një herë, mi po ka prej djemve që e një personalisht mbi 10 vjet kthehet nga prindër vllaznit që falen ndoshta edhe në saf sabahin e 5 kohë në xhami së bashku. Dhe i bashkojnë këmbët njëri me tjetrin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse ju vjen një djalë, qeni të kënaqur me fenë e tina dhe moralin e tina, martojeni. Nëse nuk e bëni, do të bëhet fesad i madh mbi sipërfaqen e tokës. Disa dietarë poshtë nuk e kam dëgjuar deri mbro, që këtë hadith thonë nuk është i saktë. Hadithi është i saktë. E kanë pranuar dietarët para neve, e kanë pranuar dietarët edhe të kohës tonë për ty Sheh Albani që hadithi është i saktë. Për atë, cili është problemi që sot nuk kemi shumë zona të fëmijëve në xhamit në shtëpitë e Zotit Xhelashano. Arsyeja nuk ishte vetëm emigrimi i shumë vllaznive që kanë dalë në Evropë. Është beqaria e cila i ka kaplu xhamit e qyteteve të Kosovës. Në qoftë se një hoxh e një xhamatin mirë, kur të kthehet namaz xhumos, ka prej xhamive që janë mbi 90% djem të pamartuar. Atëherë ne, çështjet e umetit, cilës gjenerat do ja lëjmë në qoftë se këta djem vazhdojnë me qëndru beqar. Një pjesë e madhe nga ne hoxhallarët, jemi duke prit me mujt mu udhëzu një prej fëmijëve të cilët nuk janë në islam. Nuk e ka prindin e islam, nuk e ka gjyshin e islam. Vllazni, sahabët kanë qenë në gjeneratat e afërta me prindit e tyre. Nuk kanë kalu disa vite, ka qenë djali, ka qenë nipi, ka qenë stërnipi. Dërsa sot kemi vllazni që mes djalit vet dhe prindit i kemi mbi 40 vjet. Do thotë një gjenerat nuk ekziston në vendin tonë. Në qoftë se shkon koha, ashtu që kemi fillu, nesi i hoxh, Bashkësia Islame në qytetin tonë, dhe hoxhallarët e tjerë, edhe besimtar dhe besimtare, jemi duke i varrosur beqar. Se parasysh se një person i cili nuk martohet, edhe nëse vdes moshën 69 vjeçare, ka qenë beqari më i madh që në varros, statusin te Zoti e ka beqar. Mos flasim për beqaresha që ju ka shty martesa vetëm e vetëm duke zgjedhur nga çështjet e dunjos. Hasan al-Basriu ka thonë para islamit, arabët, kur ka shku dikush me ja lyp një vajzë, kanë pyet disa pyetje të cilat sot nuk i pyesim ne. Kanë pyet çfarë për ardhe ka ai? Çfarë për ardhe ka ajo? Kjo ka qenë para islamit. Dhe çfarë kur ka ardhur Islami, kanë pyetur këtë pyetje, sa është i kapur për feje ai, sa është e kapur për feje ajo. Dërsa ka thonë në kohën, se ka qenë Hasan al-Basriu, kanë bo këtë pyetje, sa pasuri ka ai dhe sa pasuri ka ajo. Në qoftë se këtë pyetje muslimanët kanë fillu me pyet para dikon 1300 viteve. Atë cila është pyetja e muslimanëve të shekullit 21? So vllazni kanë thënë, jam pyetur, a ke shtëpi në emrin tënd, a ke tokën në emrin tënd, a ke makinën në emrin tënd. Kur këto i vendos në emrin tënd, eja kërkoja dorën time, për arsye që unë nuk pranoj që të martona me ty. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vajzat e tina, asnjëra nga to nuk e ka pas mehrin më shumë se 500 dirhem të argjend. Që sot një unos, që kushton disa mija euro, kushton më shumë se mehri i gjitha vajzat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dyshekin cilën ka flet Aliu radiallahu me vajzën e tij ka qenë dhuratë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për atë sot ashtu qysh kërkoni. Vajza për djemt e juve. Vajza për djemt juve. Wallahi kërkoni djem për vajzat juve edhe më shumë. Për arsye se në qoftë se një djalë ka ardhur tek ti dhe ta ka kërku dorën e vajzës, ai të ka studiu, të ka shiku, të ka pranu që me qenë dhëndër yti. Do shta ty të bjen tesu, të bjen i papërgatitur, mirë po ai ndoshta ka prit me vite duke ta përcjell vajzën tënde, moralin e vajzës tënde, sjelljen e vajzës tënde, gjitha ato dhe ka ardhur, pasi ka fal namaz istihare, ka ardhur dhe ka lyp dorën e vajzës tënde, dorën e motrës tënde, ndali
Lutni Zotin xhaleshanu për këtë nder që sot trokosin njerëzit, se për Zotin do të vjen një ditë që do të lutni Allahun xhaleshanu gjatë ditës dhe natës, që vajzat dhe motrat martohen, mirë po atë do të jetë vonë. E thom këtë fjalë që 7 vite, aq shumë është duke u rrit beqaria në vendin tonë. Në Shqipëri, nga mosha 24 deri moshën 56, mbi 320 e disa mijë beqarë dhe beqaresha. Pjesa më e madhe e asaj beqarie janë musliman, dhe pjesë e madhe prej tyre janë prej praktikuesve të fesë islame. Do të vjen një kohë ku ata të cilët do të jenë xhami të martuar, do të jenë një pakicë e pakicës së pakicës. Ku në xhami tema ka pas rast, nuk kemi qenë as 20% të martuar dhe 80% kemi qenë beqar në xhami. Mos flasim për xhamit që kanë xhamate me qindra e me mijë besimtarë që falin në qytetet tona. Mos më zgjat më shumë, e lutim Allahun xhaleshanu për këtë dhuratë që na ka dhënë. Vllazni ai i cili ka fëmijë do të falënderon Zotin xhaleshanu. Unë personalisht Allahu më ka fal fëmijë shumë herë të martesë. Kam qenë me ata vllazni të cilët nuk kanë pas fëmijë. Afër tyre duke i ndihmu në mjekimin, në arritjen e fëmijëve tyre. Me i pa fytyrat e atyre prindërve të cilët nuk kanë fëmijë. Lutjet e atyre prindërve, sadakat e atyre prindërve, shpenzimet e atyre prindërve, vetëm e vetëm që ta kenë një fëmijë. Nëse i thu atij, nëse Zoti të jap një fëmijë, çfarë do të bën? Thotë do ta ruaj amanetin, dhuratën e Zotit, me rujtjen më të madhe që më shumë se pasurinë. E për atë e falenderojmë Zotin xhaleshon për të mirët e tina dhe kërkojmë nga Allahu xhaleshon që t'i marton beqaret dhe beqareshat e vendit tonë, që me të vërtet ky neglizhim i prindërve të martesës nive ka kalu çdo kofi të fesë islame, pastaj traditës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zoti është përblef gjithëve. Na bëni halal ndoshta për zgjatje kësaj teme. Kemi hoxhallar të tjerë ku kërkoj nga secili hoxh të paktën 2-3 vet